Përshëndetje nderuar miq, mirë se ardhët në Realitete Ekonomike. Sot duam të flasim për vëmendjen e plotë të shtetit ton ndaj zhvillimit rural dhe bujqësisë. Kemi nderin të kemi në studio zotin Agim Rapaj, kryetari i Këshillit të Agrobiznesit Shqiptar. Zoti Rapaj, përshëndetje dhe mirë se ardhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Rapaj, me aktin normativ të ditëve të fundit të vitit të kaluar, qeveria miratoi një fond për 1.4 miliard lekë si fond i shtuar në mbështetje të bujqësisë për skemën e subvencionit të fermerëve për vitin e kaluar. A bëri mirë dhe nëse po, ishte veprimi dur? Po, është e vërtet që bëri një shtesë në fond, në buxhet për investime, sepse është sektori më i nënfinancuar në shkallë ekonomie dhe për këtë arsye her pas here qeveria ka ndërhyrë në disa raste për të mbuluar këtë deficit që ka me financim. Ky sektor që i ka financimet për të gjitha shkallët e tij i ka mjaft domosdoshme. Ishte hap në drejtimin e dur dhe realisht pati dhe një efekt pozitiv, sidomos tek mekanizimi i bujqësisë, që është një ndër sektorët kyç brenda bujqësisë, që ka nevojë për financim, ka nevojë për rinovim, ka nevojë për shtim në numër mjetesh, ka nevojë për përmirësim teknologjie, dhe kjo ishte një nga risitë që solli ky financim. Dhe risia e dytë ishte fakti që ky financim mbështeti shumë grupimet të cilat janë shumë të nevojshme në këtë sektor dhe realisht këto grupime bën të mundur që të ketë një disbursim të kënaqshëm të këtij fondi. Qeveria e Shqipërisë pak kohë më parë ka hedhur për diskutim një projekt ligj për krijimin e Bankës Shqiptare të Zhvillimit. Si mund të ndihmojë konkretisht kjo bankë si përmarrësit tanë në bujqësi, në zhvillimin rural, sidomos eksportuesit tanë të produkteve dhe lëndëve të parabujqësore? Sektori bankar në Shqipëri, sidomos bankat e nivelit dytë për bujqësinë, nuk është se kanë pasur një vëmendje të kënaqshme për sa i përket masës financimit. Masa e financimit dhe përqindja në buxhetin e tyre që ato kanë për bujqësinë dhe për sektorin e ushqimit në tërësi është i disfavorshëm për sektorët, dhe në këtë prizëm qeveria mendoi që duhet ndryshuar diçka në politikën makro dhe në politikën të financimit, dhe në politikën makro të financimit Banka e Zhvillimit është një hap i duhur dhe në kohën e duhur. Banka e Zhvillimit ka në objektin e vet bujqësinë si një ndër sektorët që do ta mbështesë në mënyrë prioritare, që bankat e nivelit dytë nuk e kanë pasur. Kjo është shumë e rëndësishme. Elementi i dytë i rëndësishëm në këtë bankë është që buxheti i shtetit i vën në dispozicion 100 milion euro në 51% të aksioneve, njëkohësisht që Banka Zhvillimi merr përsipër që të ketë aksioner privat, aksioner të institucione të tjera financiare, që buxheti i saj do të jetë i kënaqshëm duke mbështetur edhe bujqësinë me një fond të kënaqshëm. Do të jetë partnere e bankave si motra në Europë, që Banka e Investimeve në Europë nuk e ka një partner të tillë në Shqipëri, dhe kjo do të jetë një bankë që do t'i shërbejë Bankës së Investimeve, dhe kuptohet që do të mbështesë edhe projektet makro që janë të domosdoshme në rrugtimin tonë për të bashkuar me Europën. Kryeministri pak ditë më parë u takua me guvernatorin e Bankës së Qendrore, Bankës së Shqipërisë, në praninë të Ministres së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, për mundësitë e nxitjes së prodhimit bujqësor përmes kredive të buta për ndërmarrjet e vogla, mikro-ndërmarrjet dhe të mesme që kanë nxjerr linjë kreditimit të butë Banka e Shqipërisë prej 250 milion euro. Komenti juaj, do të jetë i fokusuar kjo linjë edhe për zhvillimin tonë bujqësor? Natyrisht, guvernatori, kryeministri, ministri i Financave, ministri e Bujqësisë patën vëmendjen e duhur në takimin që bën me të gjithë aktorët, sektorin privat, bankat e nivelit dytë, ekspertë të fushës financimit, dhe aty u përqendruam tek fakti që bujqësia ka nevojë për një mbështetje të veçantë dhe njëkohësisht ndërmarrjet e vogla dhe të mesme ka nevojë për financim, ka nevojë për mjete xhiro, për investime të tjera. 250 milion euro të Bankës së Shqipërisë me një normë interesi mjaft të ulët dhe me disa kritere më të lehtësuara bën të mundur që bankat e nivelit dytë të ndryshojnë qëndrim, të ndryshojnë strategji lidhur me financimin që i kanë bërë sektorit bujqësisë, dhe ne shpresojmë që këto 250 milion euro të disbursohen në një periudhë
të kënaqshme kohe, në mënyrë të tillë që t'ju shërbejnë gjithë atyre ndërmarrjeve, gjithë atyre subjekteve që kanë nevojë për financim për të zhvilluar dhe për të garantuar prodhimin në këtë sektor. Në të rësi, zoti Rapa, cilat janë pritshmëritë e zhvillimit të bujqësisë për këtë vit, jemi në muajin e tretë sapo ka filluar, si dhe pritshmëritë e zhvillimit sidomos në një dege shumë premtuese të saj agroturizmit? Realisht po zhvillohet bujqësia po zhvillohet në disa drejtime, po zhvillohet në drejtim të prodhimit në ambiente të mbrojtura në sera. Ne kemi një zhvillim të vrrullshëm të prodhimit bujqësor në sera e në ambiente të mbrojtura në tërësi, kryesisht perimet, por kohët e fundit edhe frutat, sidomos rrushi. Kemi një vëmendje të veçantë për sa i përket zhvillimit të teknologjisë, po përdorim teknologji të reja për prodhimin e perimeve, siç është hidroponia dhe disa teknologji të tjera të domosdoshme për të rritur rendimentet, po përdorim teknologji të reja për sa i përket mekanizimit, inovacionit, digitalizimit, dhe të gjitha këto së bashku bëjnë të mundur që ne të kemi parasysh që do të përballojmë fluksin e madh të turistëve në fushën e agroturizmit veçanërisht, por edhe në gjithë sektorët e tjerë të ekonomisë së ushqimit, në mënyrë të tillë që turistët që vinë në Shqipëri të shijojnë produktet vendase, të shijojnë ato produkte tradicionale që janë mjaft shijshme dhe mjaft cilësore. Në mënyrë të duke arritur prodhimin bujqësor, ne do të mund të realizojmë këtë objektiv, veçanërisht për turizmin. Elementi i dytë i rëndësishëm mbetet eksporti. Ne kemi një objektiv të guzimshëm për sa i përket eksportit në 1 miliard euro në vitin 2030, edhe kjo është një objektiv, ky objektiv kërkon një vëmendje të veçantë dhe ky objektiv po mundohemi ta realizojmë hap pas hapi dhe sot jemi mbi 550 milion euro në eksport dhe shpresojmë që ky objektiv të arrihet. Element tjetër i rëndësishëm ka të bëjë me faktin që fusha e agroturizmit është një ndër prioritetet, edhe ligji i ri për agroturizmin, edhe paketa fiskale për agroturizmin janë të tilla që e ndihmojnë këtë sektor, e mbështesin sektorin dhe ne shpresoj shumë që edhe strategjia e re për agroturizmin, që është në përfundim e sipër, të mbështesë këtë sektor dhe të mbështesë zhvillimin e turizmit në Shqipëri. Këshilli i agrobiznesit shqiptar është një nga promotorët më të mirë, do të thoja, ndoshta edhe më i miri i eksportit të vajit të ullirit ekstra të virgjër shqiptar. Për 2025, si shikoni pritshmëritë e rritjes së eksportit në këtë fushë shumë jetësore, kryesore të zhvillimit tonë bujqësor? Faleminderit për këtë pyetje. Si vjet Këshilli i Agrobiznesit bën 25 vjetorin e vet. Ne si vjet do të kemi edhe kongresin e 5 të Këshillit të Agrobiznesit. Do të kemi një sër aktivitetesh në fushën e bujqësisë veçanërisht, por edhe në gjithë sektorët e tjerë të ekonomisë. Për sa i përket ullirit, është një bim që është mbështetur fuqishëm tashmë. Mbi kohët e fundit ka dalë dhe një ligj që mbështet fuqishëm dhe ruan në mënyrë specifike bimën e ullirit. Kemi një rritje të vazhdueshme të numrit të rrenjve, po e kalojmë 12 milionët në Shqipëri. Njëkohësisht kemi edhe cikle prodhimi mjaft produktive. Para 2 vjetësh ne kemi pasur ciklin e prodhimit më të madh në histori, po të them, që është rreth 160.000 ton ulli dhe njëkohësisht mbi 30.000 ton vaj. Ne patëm një rritje të ndjeshme të eksportit nga viti në vit, ka përzyem nga 80 ton që e kishim një vit më përpara në 5.000 ton në vitin 2023. Vazhdojmë të kemi rritje të eksportit të vajit ullirit, por rritja e turizmit ka bërë që edhe norma e konsumit për frym në vendin tonë të rritet, edhe për sa i përket popullatës vendase, por për sa i përket edhe eksportit, kështu që ne kemi edhe një konsum të ndjeshëm të vajit të ullirit, i cili është një vaj cilësor, mjaft i dobishëm për shëndetin dhe realisht do të ketë një rritje dhe do të ketë edhe një vëmendje shumë të madhe të fermerëve tanë në vijimsi. Është një kënaqësi të dëgjosh nga të gjithë fermerët që në Shqipëri vaji ullirit sapo vjen po përmirësohet dhe klasat e cilësisë të tij sa vjen rritje në vajit ekstra virgjin dhe vajit premium, që tashmë janë 2 produkte të cilat në disa zona ne po punojmë fort që për pak kohë të kemi edhe markat tona, të kemi edhe prodhimin e origjinës, certifikimin sipas origjinës, në mënyrë të tillë që të japim konsumatorit
një vaj cilësor, të jemi konsumatori një vaj të shëndetshëm, që realisht është më i shëndetshëm nga gjithë yndyrnat e tjera. Zotri Rapa, ju falemnderit për bisedën tonë sot. Faleminderit ju për këto intervista mjaft të këndshme. Të nderuar miq, ju falemnderit që na ndoqët dhe mirupafshim takimet e ardhshme.